U kthehem në studio për të folur në lidhje me gjendjen politike në vend. Nesër e kemi seancën e ardhshme, a do të dalim nga ky ngërç politik i cili na ka kapluar, apo do vazhdojmë sërish me 48 orë të famshme për vazhdimin e seancës së radhës. Me mua në studio është Abdullah Klinaku. Faleminderit shumë që pranuat që t'jeni pjesë e Infodesë. Faleminderit shumë ju për ftesën. Zoti Klinaku, po shkon në numrin e 30 dhe nuk po kemi konsiderim të kuvendit të Kosovës. Si për ju duket e gjithë kjo gjendje, kjo ngërç politik i cili tashmë ka kapluar politikën kosovare? Për fat keq duke pas parasysh nevojat imediate që i ka vendi jonë dhe populli jonë që me pas një qeveri sa më shpejt funksionale, kjo zgjatja edhe ky ngërç politik që ka ndodhur Kosovës besoj që është në disfavor të qartë dhe të shtetit tonë, edhe të funksionimit politikave të fshehta, apo të njëjtën kohë edhe vetë jetës qytetarëve. Sa më shumë kemi qeveri që nuk ka përgjegjësi ndaj parlamentit, ndaj kuvendit, në këtë rast kuptim të përgjegjësisë ndarjes së pushteteve midis ekzekutivit dhe legislativit, na do të kemi mundësi më të mëdha për korrupsion, do të kemi mundësi më të mëdha për keqpërdorim detyrë zyrtare, do të jetë mundësia më e madhe për format e abuzimit me përgjegjësi dhe kompetencat që ka një qeveri që është në detyrë ose që është në shkurje. Dhe duke pas po ashtu parasysh edhe aspektin e vendimarrjes së kufizuar për sa i përket qeverisë, format e tilla i bien që qytetarin kur rreth vetin ka me përjetu dhe po e përjeton çdo ditë më shumë këtë farë zgjatimit të madh ose edhe këtë ngërç që ka ndodhur në kuvendin e Kosovës. Kur po i shkon favor ky zgjatim? Besoj që cilës parti po i konvenon kjo zgjatje i mos konstituimit? Unë konsideroj që përgjegjësia politike buron prej forcës politike. Ata që kanë më shumë forcë politike ose që kanë mbështetje më të madhe elektorale është përgjegjësia më e madhe tyre. Është pjesë e natyrshme edhe në pjesë, si më thon kështu, të përgjegjësia të kulturës tonë dhe traditës sonë, i ka taku përgjegjësia gjithmonë më të madhe për me ruajtur ekuilibrin ose për me ruajtur qetësinë çop brenda shtëpisë ose brenda familjes. Pra i madhe është përgjegjës për me ndërtu urat e bashkëpunimit me ata që janë më të vegjël. Nuk është një përgjegjësia politike si kur ai që i ka poezon në këtë rast 48 deputet sikur dikur tjetër që mundet me pas numër më të vogël të deputetëve. Është në rregull me thonë që edhe tjerë kanë përgjegjësi, por kjo përgjegjësi ndahet në përpjestim me mbështetjen popullore që e kanë pas partitë politike në zgjedhjet e fundit edhe që ja kanë tani me përfaqësimin kuvendin e Kosovës. A beson se do të jenë të gatshëm qytetarët që dalin në zgjedhje duke ditur e gjithë ky kaos politik që është bërë tani, edhe tash së fundi do i kemi edhe zgjedhjet komunale, pastaj nëse shkohet edhe në zgjedhje qendrore, sa është e bezdishme për qytetarët edhe a do shprehin gatishmëri për të dalë në zgjedhje? Kjo është një pyetje të cilën besoj që shumica e njerëzve e kanë në kokat e tyre. Për fat keq besoj që kjo është duke ndikuar negativisht te shpresa e qytetarëve. Për shembull, kur është bërë një qeveri, qytetarët kanë pritur që ka me pas suksese shumë qeveria Kurtit në mandatin e kaluar. Për fat keq një pjesë e madhe është gënyer për shkak që shumë sektor kanë qenë sektor të dështuar për sa i përket qeverisjes. Është mos zgjedhë dhe qytetarët prapë ja kanë dhënë besimin më të madh partisë lëvizjes vetëvendosje. Me këtë rast kanë llogaritë që kjo parti ka me pas mundësi për krijimin e institucione sa më shpejt për me kryer disa politika ose për me zhvilluar disa aktivitete sa më të mira qeverise që me përmirësoj jetën e qytetarëve. Këtë kjo fazë e zhgënjimit të madh të qytetarëve ka me ia humb njerëzve motivin edhe për reagim, motivin edhe shpresën ka me ia humb, po të njëjtën kohë edhe mos angazhimin qytetar, edhe shfrytëzimin e drejtës tyne për me votu, për shkak që llogarisin që ne kemi dhënë drejtën tonë në shkurt të viti, tani jemi në qershor dhe nuk kemi një qeveri. Kjo ndikon shumë negativisht, do ndikojë edhe për zgjedhjet lokale, po të njëjtën kohë edhe nëse përsëriten zgjedhjet qendrore, pra nëse do të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme. Një qytetar i vetëdijshëm vendin tonë ka me thonë cilla është përgjegjësia e amnisioni votoj një parti politike dhe shkon 6 muaj ata nuk janë gjendje me bë qeveri. Unë besoj që kuptim të mbështetjes elektorale, gjitha partitë do të kenë me quajtur kështu për shkak të zhgënjimit që ja kanë bërë qytetarët, do të kenë humbje të votës, dhe unë kisha konsideruar që në faza afatgjate, por që se kish pas një projekt tri politik, në zgjedhjet e ardhshme, do të ishte mundësia më e mirë qytetarët ta gjejnë veten në kodë të një projekti tri politik. Për shkak që këto parti që kanë këtë përfaqësim në kuvendin e Kosovës, i kanë zhgënjur me sjelljen e tyre ose me veprimtarinë e tyre. Tash, kush më shumë e kush më pak, kjo është shumë relative ose kjo ka më varë në varësi të propagandës që kanë me zhvillu partitë politike. Që e parti që ka me pas një propagandë shumë agresive dhe më të fuqishme, me paraqit veten si viktime, si gjëna që kërkush nuk erë me mu ose nuk morën mu, ata kanë me provu me nxjerr veten më mirë të qytetarët, për shkak që provojnë me nxjerr veten si viktimë. A ka nis kjo propagandë si po, besoj që veç ka nis aktivitetet
elektorale, e dini që qeveria në shkurje ka kufizime për sa i përket vendimarrjes, por edhe pse është qeveri në ndërheqje, edhe pse ka pas diskutim shumë për punën e ushtrimit të veprimtarisë së qeverisë apo të deputetëve që janë zgjedhur, përfshi kryeministin dhe disa ministra që janë deputet në Kuvendin e Kosovës, qeveria vazhdon me marrë vendime të cilat i prekin projekcionet buxhetore. Ideja që vendimet e qeverisë i prekin projekcionit buxhetore i bjen që ka dalë jashta kompetencave të një qeverie në detyrë. Dhe kur del jashta kompetencave të një qeverie në detyrë, atëherë ka bërë shkelje ligjore. Rrjedhimisht shkelje ligjore ka mundësi që të ketë bë, dhe besoj që konstatohet në të ardhmen, por të njëjtën kohë ka bërë veprime që i nxisin reagimin pozitiv të qytetarëve për përfitime elektorale. Ideja e mbështetjes për lehona, për shtesat e fëmijëve dhe për mbështetjet e grave shtatzona, ose edhe punën e pagave që është përmend, edhe pse te puna e pagave në vendimin e qeverisë në fund vitin e kaluam ka qenë që me pagën e qershore del plus 55 euro më shumë paga. Me vendimin e fundit të shtyrën për korrekt, pra vendimi për 55 euro për më shumë për pagën në sektorin publik ka qenë i planifikuar në buxhetin vitit 2025 dhe zbatimi i tij ka qenë prej pagës së muajit qershor. Megjithatë ka shkuar muajin korrekt. Këto veprime edhe këto vendime, ajo besoj që është pjesë e kësaj pakos që provon në çdo mënyrë për me përfitu elektoralisht më shumë. Dhe në fundit e ka qeverinë edhe natyrisht çdo kush provon duke i shfrytzuar gjitha instrumentet për me çu mesazhin se sa mundet me përfitu votë elektorale prej qytetarëve. Me këtë rast, i merr çdo vendime politike, efekti i tyre është i menjëhershëm tek qytetare, të gruaja, të lehona, të shtatzana, të fëmijët në 15 vjet, atëherë i bën që si mundësi e madhe e edhe si mundësi e përfitimit të votës së tyre. Tash sa është juridike ose sa është ligjërisht e drejtë, unë besoj që është jashtë kompetencave të qeverisë. Sa është pozitive për qytetarin, besoj që po bëhet shumë më pak se sa që është dashur. Më bëhet edhe më shumë, por jo më bën në kësi faza kur është qeveria në detyrë ose kur është jashtë kompetencave. Pra gjendjes ekonomike të cilën e kemi edhe ato rritje janë të pamjaftueshme apo jo? Fiks, pra nëse mendojnë ana për rritje, unë besoj që për çështjen e familjes dhe për mbështetjen e familjes duhet me qenë projekcion 2 vjeçar, 4 vjeçar, 6 vjeçar, që shtrihet në një strategji afatmesme dhe afatgjatë të mbështetjes së familjes. Mbështetjet e tilla që derdhen me vendimet e qeverisë për momente të caktuara, më shumë mundësi e përfitimit elektoral, sesa që një mbështetje përmbajtësore familjeve. Mbështetja përmbajtësore familjeve kishte me qenë kur ti planifikon që brenda 2 viteve të ardhshme, ka me urrit projekcioni buxhetor për mbështetjen e shtatzonave, personave me nevoja të veçanta, pensionerave, rasteve të ndryshme brenda familjes, fëmijëve, mbështetjen e lindshmërisë prej një fëmije në 2, 3 me tutje, se si planifikohet mbështetja financiare që kanë vendet të cilat dojnë për me arrit natalitetin brenda vendit vet, atëherë ky projekcion duhet të ndërtohet shumë qartë, edhe një qytetar e din që brenda 2 viteve, 4 viteve, 6 viteve, këto janë mbështetja që ja jep pushtete për sa i përket mbrojtjes ose mbështetjes së familjes. Unë besoj edhe na kemi fol pothuajse që 2 vite që për sa i përket mbështetjes financiare të familjes duhet me pas një projekcion buxhetor deri në 40% të buxhetit që mbështetet familje, duke filluar prej personave të veçanta, personave të shtyrmosh, grave shtatzana, lehonave, fëmijëve deri në moshën 18 vjeçare, e deri tek mbështetja grave për biznese apo për startupe ndryshme për me pas mundësi që përveç këtyre hyrave që vijnë si rezultati vendimit për mbështetjen e familjes, njëjtën kohë me qenë edhe tyra që krijohen ose që gjenerojnë tyra të reja. Dhe gjenerimi i tyrave të reja bëhet kur ti mbështet anëtarët e familjes me projekte biznesore. Nëse mbështeten me projekte biznesore atëherë edhe ke mbështet familjen për me pas qëndrueshmëritë vet, po të njëjtën kohë familja ka me gjeneruar edhe tyra të tjera edhe për mbajtjen e vetvetes, po të njëjtën kohë edhe për mundësinë e punësimeve të tjera apo edhe në përgjithësi qarkullimin e mjeteve brenda vendit. Kjo besoj që do të kishte qenë një formë më e mirë për mbrojtjen e familjes, një projekcion i qartë buxhetor, një projekcion i qartë juridik e ligjor dhe të njëjtën kohë kjo mbështetje financiare me qenë planifikuar në kuadër të një kornize afatmesme dhe afatgjatë për familjen.
që asnjëherë të mos kalohet në një vendim në vendimin tjetër, të mos të kalohet korniza. Para se me arë në pushtet, kjo qeveri që është aktuale, është thirrë shumë në lidhje me banesat kolektive, ku shumica e njerëzve e kanë përkrahur që çiftet e reja në rast se martohen do të kenë mundësi që ta marrin një banesë me një kosto shumë të ulët, ndërkaq që nuk kemi pa ndonjë hap të tilla. Kemi pa në Podujevë që kryeministri një farë mënyrë doli tha që komunat nuk e kanë kërku që të bëhen banesat kolektive. A është dashur të kërkojnë komunat, apo është dashur që qeveria vetë ndërmarr iniciativën që nëse ka qenë premtimi tyre elektoral? Spori kena një mos koordinim shumë të madh midis qeverisë dhe midis komunave. Është Asociacioni i Komunave të Kosovës, që zakonisht i bashkëndon aktivitetet edhe veprimtaritë midis qeverisë dhe komunave. Dhe që ka pasur jashtëzakonisht shumë ankesa. Ka pasur një përplasje midis qeverisë dhe Asociacionit Komunave, kryesisë e Asociacionit Komunave, dhe të njëjtin ku ka pasur shkurtime buxhetore për sa i përket komunave. Po komunat janë të obligume për me pas një plan social të banimit. Ai plan është 3 vjetë me tutje, edhe dorëzohet në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor. Duke dorëzuar në këtë ministri, atë kjo ministri bën planifikimin e mbështetjes financiare të projekteve për banim social. Por, përderisa qeveria ka publiku idenë e mbështetjes ose ndërtimit të banimit social për mundësi të pagesës së përballueshme, atëherë besoj që kjo formë e para nuk ka dhënë efekte gjatë këtij mandati. Se ka mundësi me realizu. Forma se çish ka mundësi me realizu banimi i përballueshëm, janë vende që i kanë trajtu këtu edhe kanë hecë. Pra, ti nuk ke nevojë me bënë një zbulim të madh, vetëm duhet me marrë modelet që kanë dhënë sukses në këtë formë. Modeli është edhe Turqia që e ka praktikuar, po të njëjtën kohë edhe vendet Bashkisë Evropiane. Ma herët ka qenë një prej formave, sidomos vendet që kanë qenë në ndikimin e Jugoslavën Ballkan, po në përgjithësi edhe të Bashkimit Sovjetik nëpër Evropë, kanë ndërtuar banesa edhe lagje kolektive për familjet që nuk kanë. Dhe kjo ka qenë praktikë edhe vendin tonë. Evropa duke pas parasysh faktin që nëse ti ndërton banesa kolektive me një lagje, me një zonë, i bën 5 blloqe, 10 blloqe, edhe aty njerëzit ndërtohet imazhi që ajo është familje për njerëz të varfër, për njerëz që s'kan, për njerëz. Tash ka ndodhur. Evropa ka thonë që nëse na, domethënë, praktikat e Bashkisë Evropiane kanë thonë, nëse na shkojmë këtë formë, atë na po stigmatizojmë familjet që jetojnë në këto banesa kolektive. Rrjedhimisht po stigmatizojmë edhe fëmijët, se për shkak se gjithmonë dikush ka më thonë që këta janë fëmijët që jetojnë te banesat e socialit. Çka ka bëu Bashkia Evropiane? Bashkia Evropiane ka ndruar metodë, po ka ndruar metodë edhe shtete tjera. Banimin e përballueshëm e kanë planifikuar në kuadër të planifikimeve të ndërtimit në lagje të përgjithshme, jo në lagje të veçanta. Po e zonë, nëse ka hime një lagje që janë shu lejet për 5 kat, 6 kat, komuna kanë ndërhyjë ose pushteti kanë ndërhyjë për me shku disa kat më shumë që disa prej banesave të ndërtimeve me i taku komunës ose qeverisë dhe ajo përmes grandeve dhe përmes mundësisë së përballueshme të financimit, ja ka kriju mundësinë familjeve të cilat kanë pas nevojë për banim ose çifteve të reja. Çështje që është shumë e lehtë duke ditur ndërtimet që bëhen në Kosovë të jashtëzakonshme. Janë praktika që i njekin shtetet e Bashkisë Evropiane dhe kjo ka qenë Kosovë shumë lehtë me bë. Pra, nëse e ke pas në plan, nëse e ke pas për një me kur thojna, për me pas banim të përballueshëm social për familjet dhe për çiftet e reja në Kosovë, në momenti kur e ke marrë buxhetin ose qeverinë, viti i parë është natyrisht ka sfidat e veta, prej viti i dytë ka qenë dashur të bëhet projekcion i tillë, përfshi edhe mundësisë ndryshimeve ligjore. Dhe sot çiftet e reja, familjet kishin pas mundësi për me qenë shfrytzues të këtyre skemave të banimit social ose të banimit të përballueshëm, qoftë për çiftet e reja, qoftë për familjet të cilat janë nevojë. Dhe besoj që edhe këtu gurtemelet e këtu që i kanë qenë gjatë kësaj kohe, më shumë kanë qenë si pjesë e kësaj mundësisë një kampanje të mundshme elektorale, se sa që përmbajtësisht do të jenë përfitues njerëzit. Ne kemi pasur shumë çerdhe që kanë mbetur vetëm pas prerjes së shivitit, kanë mbetur aty, nuk është bërë asnjë punë më tepër vetë se janë udhë gurtemelet ose është për është përdorur kjo praktikë në disa në institucione të arsimore, në institucione shëndetësore, ku për shkak të interesave të kohës, mundësisë së përfitimit elektoral ose krijimit të lajmeve, krijimit të opinioneve, kur ka dalë një skandal,
e kam planifikuar një institucion me shkume prej në shret për me mbullu skandalin. Dhe për fat keq, masi që jënë prej shiritet, e institucione arsimore apo shëndetësore, ka pas punime edhe 5 muaj, 6 muaj, 1 vjet në shta, pastaj janë përfundu punimet në atë zonë. Këto besoj që është letë e vërtetueshme, kushdo që i kanë ndjek për ofër, ose kushdo që ka pas mundësi se me thonë, me shku në shta dhe me marrë trajtim shëndetësor në për institucionet tona shëndetësore, ke po që në media është donë që aje punë është kry, ku e shku ti ke po halot të punu me mujtë tonë mas asaj që është prej shëriti e aty një njësive të institucionet qoftë shëndetësore, qoftë arsimore. Po, me gjithat, kjo është, se me thonë, është politike dhe partit provojnë me çdo formë për me përfitu politikisht, me bo, se me thonë, veprimet të tilla që i tërheqin votën e qytetarëve. Fatkeqësia është që reflektimi edhe i qytetarëve besoj që duhet me qenë nivel shumë të lartë për sa i përket votës e karshi kësaj, besoj që partitë politike pastaj do ta ngrisin vetdijen e veprimit edhe të premtimit tyre. Nuk mund të shkruajnë në pozitë me premtu çka vjen në mene, kur vjen në pushtet mos me realizu as 10% asaj çka është menduar ose çka është premtuar në kuadër të fushatave elektorale. Po për fat keq ne kemi edhe tashmë këtë krizën që veç se e ka bllokuar për momentin gjithë veprimtarinë normale të funksionimit të shtetit tonë, që besoj që është një prej përgjegjësive më të mëdha që duhet me ndjej çdo parti politike dhe çdo politikan vendin tonë. Zoti Glinaku, ne kemi pa edhe një deklaratë edhe nga Beg Berisha, i cili foli për një luftë të përgjakshme, si që tha ai, na duhet një ndërhyrje një pejgamberit. Se shihni juve këtë fjali që zoti Berisha e tha në këtë kohë ku po kalojmë goxha sfida si vend? Unë besoj që na duhet me pas shumë kujdes edhe si po veprojmë, po të njëjtin kohë me pas kujdes edhe çka po deklarojmë. Besoj që qytetarët e vendit tonë pak a shumë janë lodhë prej shumë faktorëve. Faktorët ekonomik, faktorë social, kushtet shëndetësi, kushtet në arsim, dhe nëse flet për një vend ku brenda 4 viteve kanë emigru mbi 100.000 banor, atëherë i bjen që shpresa e njerëzve në këtë vend është qysh me emigru jashtë vendit, qysh me dalë jashtë Kosovës, qysh me gjetë veten në Evropë. Në kuadër të kësaj përpjekje që me emigru çdo kush e më shumë që po provon me dalë jashtë Kosovës, atëherë i bjen që qytetarët nuk janë të e gjetë veten këto, pra nuk janë të e po veten që munden me realizu qëllimet e veta në vendin tonë, edhe që Kosova është e jetueshme qysh dikush menon edhe shpreson në kushtet minimale të jetesës. Kemi pasa profesionistë në kanë ikë prej vendit. Kanë ikë profesionistë, kanë ikë klinik, kanë ikë specialista, kanë ikë infermier, po kanë ikë dhe po vazhdojnë me ikë. Dhe në kuadër kur i kemi gjithë sfida përpara, e kemi një ngërsh politik që 5 muaj pothuajse nuk gjen zgjidhje se çysh me dalë. Qytetarët janë lodhur me këtë 48 torshin, edhe kanë nisë më zhgëny, me thonë, nështë edhe ata që kanë votu partit politike, kanë nisë më zhgëny vetë në ato parti politike. Në këtë situatë, kur kena një farloj depresioni kolektiv që është të e ngarkuar çdo ditë më shumë jetën qytetarëve, unë besoj që politikanëve i takon me pas shumë kujdes edhe në deklarime publike për të njëjtën kohë dhe veprime. Qytetarët e vendit tonë besoj që kanë pjekuri më të madhe politike se sa me pas një reagim racional për hatër të partive politike. Në fundit qytetarëve ju rrit rryma, edhe nëse ke planifiku një kosto financiare për 50 euro me pagu rrymë, tash keme pas 80 euro, atër i bjen që të 30 euro që e kostës përgjithshme që ke pas mundësi me planifiku diçka brenda familjes ka me shku për rrymë. Po flasim 30, se sigur të janë shifra dhe më të mbaja. Përgjithsi dhe në 40%, 50% kjo rryma gradualisht që është rritë atësoj kohë. Pra ti kime pagu pothuajse 2 fish të rrymës që e ke pagu më herët. Çmimet e tregut çdo ditë janë të larta, dhe kjo çka të bën? I bën qytetarët e vendit tonë mundi, si më thon, të huajnë vendin e vet. Me ndjej çdo ditë më shumë vështirësitë e jetesës normale në vendin e vet. Shto kësaj me bë me pas një problem shëndetësor që do është ndoshta me shit pasunie, me shit tokë, me shit shtëpi për me gjetë trajtime shëndetësor jashtë vendi, ose për me mbulu me borna idenë e trajtimit që e kanë shumë pacientë në vendin tonë. Këtë kjo bën që duhet me pas shumë kujdes edhe politikanët besoj, edhe që shpo veprojnë edhe që shpo flasin. Por, shqiptarët besoj, qytetarët e vendit tonë janë të e po që për ta politikanë nuk ja vlen as me pas zhagderdhje, as me pas fjallë me njëri tjetrin. Dhe në kodër kësaj, është i tensionuar përgjithësi ambienti politik,
por për fat keq një bën një farë ndarje. Politika edhe politikantët dhe partitë pothuajse janë mbyll një farë rrethë vicioz, edhe janë të jetuar në atë rrethën vicioz, pa kon pa prek ndoshta edhe realitetin se çysh po jeton një pjesë e madhe qytetarë të vendit tonë. Ne nuk po themi që qytetarët e vendit tonë janë të jetuar në kushte mizerie, por shpresa si ka qenë dhe mundësitë çysh janë, qytetarët po ja ushton, si më thon, dëshirën ose po ja krijon mos mundësitë për me jetu vendin e vetë dhe përdojnë çdo ditë më shumë përkëqyrë me dalë jashtë vendit vetë. Pro, në këtë ambient, çdo deklarim që mundet me nxit ose me shtu dyshimin e qytetarëve ndaj njëri tjetrit, nuk besoj që është shumë në funksion pozitiv. Unë e kuptoj që deputeti Berisha e ka thonë në kuptim të gjendjes tonë që po jetojmë në përgjithësi. Por prapë se prapë besoj që duhet me pas shumë kujdes se çysh deklarohemi, e ma shumë kujdes se çysh po veprojmë. Të nëse edhin që qytetarë e vendit tonë që 30 herë është propozuar Albolena Axhiu për kryetare të kuvendit, edhe nuk provohet për me gjetë një zgjidhje, atëherë çfarë shpresë pret qytetari për këtyre partive politike? Unë e di që ta ashtu parti politike janë të prit gjitha një opinion të gjykatës kushtetuese, se si ka me dalë dhe në bazë të atij opinionit të gjykatës kushtetuese, besoj që do të reagojnë edhe në kuptim të ndërrimit të qëndrimeve të tyre politike. Por këta 5 muaj, këta 6 muaj, kush komi kompenzu? Këta mendojnë që nuk është dert i madh kjo punë, por këtë dert e ka vetëm një emër. Mundësi e keqpërdorimit të pozitave zyrtare të njerëzve që janë në qeveri gjatë kësaj kohe të kësaj amullie. Keni po që për ditë ka konkurse ku zyrtar politik janë duke përgatitur vetvetes e konkurse për me dalë në zyrtar publik. Pra është në kabinet, shpall konkurs edhe del në departament, do të thonë departamente të ndryshme të ministrive ose të agjensive. Kështu siç edhe pam nëpër media lajmet që disa nga zyrtarë të ministrive të ndryshme dolën. Kjo është ndodhur, do të thonë, kjo është koha kur e sheh veten, apo do me vazhdu në politik, ndoshta më me gjetë veten, ndoshta s'më me gjetë, hajde e ki instrumentin, një kryet ministrisë, shpallën një konkurs edhe del si zyrtar publik ku e merr një kontratë përhershme. Në rregull është çdo kush, si më thonë, e ka synimin fundit për me realizu edhe karrierën e vet, ndoshta edhe synimin e vet për shkak të profesionit, por çfarë kushtet barabarta po flasim kur sa qytetarën të diplomuar e që sillen pa punë ose që kryjnë punë që nuk përkojnë me diplomimet e tyre ose me profesionet e tyre. Është diplomuar, ka fakultet, ndoshta ndjek edhe master, edhe punon në për punë të cilat janë ose me shkollë të mesme ose nuk ka nevojë ndoshta për kvalifikim hiç. Edhe për një qytetar të tillë çka kemi pritin kuptim të shpresës që këtë vend është mirë. Një vend, për bindjen tem, mundet me qenë vend ku njerëzit dëshirojnë me jetu, është kur e ka drejtësinë, mirëqenien, edhe ku njerëzit e ndjejnë meritokracinë. Ku çdo kush ka me shku vendin, punën edhe detyrën e vet me kry, pajtim me profesionin e vet, aftësitë e veta dhe mundësitë e tij. Në punë që është në pajtim me profesionin e krijon mirëqenien. Kur krijohet mirëqenia ndërtohet një drejtësi e gjithë mbashme në atë vend, edhe çdo kush pastaj jeton edhe ka qef me jetu në atë vend. Por çka shumë njerëz tonë, shumë tri tonë dalin nëpër Evropë, shkak se llogarisin që e gjojnë mirëqenien, llogarisin që e gjojnë një rrugë të mjaftueshme, e llogarisin që e gjejnë një mundësi për trajtim cilësor shëndetësor edhe një arsim për gjeneratat e tyre tashme. E jo me punu kamarierë ndërkohë që ti ke kry master në një fushë të caktuar, ashtu si që ndodhë shumicën e Ka shumë tri, ose punon kamarierë, ose shkurt master ka që punon profesionin që lidhje nuk ka me diplomimin ose me kvalifikimin e tij. Dhe thjesht këtë ambient besoj që politika duhet me ngrit domosdoshmërisht përgjegjësinë e veprimit në pajtim me nevojat që kanë qytetarët e vendit. Isha nalë veç edhe të një tip, zori Grinahu, kam pa që ke ba goxha shumë reagime sa i përket të javës së krenalisë cila do të mbahet javën që vjen. A besoni që po bëhet një proklamim i tepër i kësaj parade që mbahet në vend? Po, kjo është, sidomos të vitet e fundit ka marrë havë, ju e keni pa që kryetari vetëvendosjes Kurti ka qenë pjesë aktive e paradave, këto 2 vitet ose këto 3 vitet e fundit. Unë besoj që përderisa po flasim për një vend që ka sfida ashtë mëdha, me udhës është me zhvillu politika që kena me pas javë e kemi me pas det të sensibilizimit për familjen. Për example, shumë vende, 15 maj është dita ndërkombëtare e familjes. Vitin e kaluar kemi kërkuar që të shënohet edhe në Kosovë. Për fat keq qeveria e Kosovës nuk e shënon
15 muaj si ditën e familjes ose javën e familjes, për me zhvillu aktivitetet të shumta e të ndryshme që nxisin idenë e familjes së qëndrueshme dhe, si më thon, rezistente ndaj ndryshime ose rezistente ndaj sfidave me të cilat po ballafaqohet. Po për fat keq, jam fokusu te java e krenarisë që sponsorizohet prej komuniteteve ndryshme, që kam për synim edhe për qëllim idenë për bindjen tem të cenimit të vlerave bazike dhe funksioneve bazike të familjes. O qelë edhe këtë vit, për dallim prej viteve të tjera, në Kosovë, ser ka pos parotar krenarisë gjithmonë jam shef mas Shtetet Bashkuara të Amerikës për fat keq, atje po bëhet, do të me bëhet edhe na. Ju e dini që presidenti Trump e ka anulu muajin e krenarisë së Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe të njëjtin kohë aktivitetet e tilla të cilat nxisin ose shtyjnë në mënyrë kogja brutale agjendat e veta. E keni po që mas zgjedhjes së presidentit Trump në Shtetet Bashkuara të Amerikës si president, edhe në ambasadën e Shtetet Bashkuara të Amerikës, është hjek flamuri i komunitetit që ka qenë i vendosur për muj të tërë. Dhe përderisa Shtetet Bashkuara të Amerikës janë duke zhvilluar politika pro familjes dhe me kujdes ndaj këtyre politikave të LGBT-s, për fat keq Kosova po vazhdon edhe qeveria po vazhdon në çat trend. Dje prom e kish hap kryeministri i vendit, se deputeti lëvizjes vetëvendosje e kish hap idenë e javës së krenarisë në Kosovë dhe për fat keq e trajton aty që reagimi jonë do të jetë pro këtij komuniteti dhe do të reagojmë ashpër ose duhet në mënyrë graduale ta heqim idenë e turpit edhe njeri do të me kallëzu publikisht se çysh ndihet, çka është, çka s'është. Unë besoj që ky vend edhe parashikohet me ligje, zoti. Ky vend që drejtat e askujt në Kosovë nuk cënohen kuptimin e drejtave bazike, por sforcimi të drejtave të një komuniteti është i cënu familjen vendin tonë. Nëse mendon të që mbrana këtij komuniteti kemi leju martesën brenda një njëjtë zgjini, kemi leju mundësinë e adaptimit të fëmijëve prej çifteve një-gjinore, kemi kriju mundësinë e ndërrimit të gjinisë dhe në fund çka komendohet që ti kemi pas një krijesë tre në kuptimin e familjes. E drejta tradicionale i kanë mbrojt edhe i kanë njohur gjithmonë katër funksione të bazë familjes. Funksioni i riprodhimit, funksioni ekonomik, funksioni social edhe funksioni i edukimit fëmijëve. Këto janë katër funksione që i kanë njohur e drejta tradicionale. Dhe ti me këtë pako ligjore, me këto farë parada, me këto aktivitetet e tilla, në mënyrë graduale jetë duke provu me i cenu funksionit bazë familjes. Dhe na po themi, a ka problem Kosova edhe ka shumë sfida familja, atëherë pse nuk po fokusohemi te dita e familjes, te java e familjes dhe te aktivitetet financiare, politike e juridike pro familjes. Kemi thonë që 3 vite që është e udhës Kosovë me u themelu Ministria për Familje. Për fat keq qeveria nuk e ka pas asnjëherë të arsyeshme formimin e Ministrisë për Familje që kemi gjetë sa më afër familjeve si praktik e vendeve ndryshme siç është Gjermania prej vitit 1952 që e ka funksionale këtë ministri. Pra thjesht besoj që i kemi ngatruar me gjas kogja fort prioritetet edhe peshën e temave që i takojnë vendin tonë. Për mua prioritet është familja edhe pesh është mbrojtja e saj, ose pesh politike ka mbrojtja e familjes, që për fat keq qeveria ka vendosur prioritete tjera edhe promovim të vlerave që cënojnë funksionet bazë familjes. Zoti Grinako, faleminderit shumë që erdhën në Info dhe ndan të gjitha këto informacionet që kanë të bëjnë me mirëqenien e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë juve për ftesën. E neve të nderuar shikues, vazhdojmë me intervistën e radhës.